Përshëndetje, po I përgjigjem pyetjes së radhës në rubrikën Si shkruhet si duhet. Unë jam mësuese Mirela. Pyetja është: në romanin Lumi I vdekur, Lumi shkruhet me shkronjë të madhe apo me shkronjë të vogël? Gazeta Sporti, Sporti shkruhet me shkronjë të madhe apo me shkronjë të vogël? Shtëpia botuese Onufri, Onufri shkruhet me shkronjë të madhe apo me shkronjë të vogël? Rregulli drejtshkrimor. Të ndajshtimet që tregojnë emërtime gazetash, revistash, veprash letrare ose institucionesh të ndryshme, fjala e parë shkruhet me shkronjë të madhe, kurse gjithë emërtimi vihet midis thonjësash. Pra, romani Lumi I vdekur, Lumi shkruhet me shkronjë të madhe. Gazeta Sporti, Sporti shkruhet me shkronjë të madhe. Shtëpia botuese Onufri, Onufri shkruhet me shkronjë të madhe. Faleminderit për vëmendjen.